Kërkesa parë kish me qenë që mi sa ma shpejt me zërejnë dhe me qeverin detyrës. Edhe zërejës vetëm për hyn një zotim, nuk është që për hyn një vendim sot një ato 50 milion, po për hyn vetëm një zotim që gjatë mujve tashëm do të subvencionohet që e shumë ato 50 milionve. Ky kish me qenë hapi i parë. Po besoj që është ma transparent edhe mënyra ma e mire mundshme, që kishëm një pështu bizneset, pajtohem që një vjetë do shta është pak 2-3, po ne minimumi po thojmë një vit. Minimumi një vit që na shtyhet, që të përgatitët edhe institucionet, edhe tregu, edhe biznesi. Nëse nuk do të ketë reagim për qeverisë Republikës Kosovës që ndërhyr. Dhe për zyrës, atëherë do të shohim edhe hapa të tjerë që po propozohen edhe format e protestas. Që nuk o përgatit terrenin, kemi vetëm një kompani, do thonë është veç Keci që po ofron, sepse gjitha kompani tjera nuk janë duke ofru çmim, do thonë po vazhdojmë me tjetrin kompani vetëm me çmime 2-300 apo më shumë përqen. Mendojmë që spaku për një vit 2 duhet shtyhet që përgatiten bizneset dhe pastaj zërëja duhet të lejojë edhe bizneset me investu. Neve janë vendime të palogjikshme, ndon biznesin. Duhet shqyqojmë një tjera edhe me një protest për javën e ardhshme si kundërshtim ndaj këtij vendimi. Arsyet se kemi ardhur te kjo situatë është mos përgatitje për një terren të tillë, se ne kemi thënë vazhdimisht që nuk kemi kundër liberalizimit të tregut. Mirë, por liberalizimi i tregut duhet të bëhet në përgatitje. Vendimi të shtyhet spaku edhe për një vit, sepse është periudha jashtëzakonisht të shkurtër kohore. Po flasim që jemi edhe 15 ditë kur fillon një qershori, asnjë prej prodhuesve, sa unë kam komunikim, nuk kanë nënshkruar as nuk i din kushtet e kontratës me të cilat do të dalin në tregun e lidhur. Dhe kjo është jashtëzakonisht shumë e padrejtë, sepse përveç çmimit aty ka edhe kriteret e tjera në kontratë të cilat parashojnë penallti për prodhuesit. Asnjë informat tjetër nuk ke. Asnjë fletush nuk është dalë që më po cilat janë kompetencat, cilat janë obligimet e furnizuesit, cilat janë obligimet tona, cilat janë përparësitë tona. Nuk kemi asnjë informat, asnjë garancion se rrjeti energjetik e përballon tregun e lirë, në rast se na dalim tregun e lirë dhe në rast se na ndërprehet rryma. Te pjesa e prodhimit, unë mendoj që ne do të qenë kundër liberalizimit të tregut të energjisë të prodhimit. Nëse kjo nuk është liberalizuar, si prodhues vendohet, pse ne do të qenë liberalizuar? Unë mendoj që tarmona duhet të vendosë si kush, nëse liberalizon prodhues, liberalizon gjithë prodhues.